Tung. Orez. Zdo na me uqko që rizit kitjo. Me të zezën e sepjes edhe me karkalesa dogël. Ju kom shpjegu në emisionet ma herët se ku nxirret ajo zeza sepje. Sepja është domethënë e familjes e kallamarit. Nxirret edhe punohet orizi edhe pasta edhe kush çka dëshiron. Ngjyrën e zezë, pudze. Shqyrim qa o bojmë. Karkaleca të vogël, risotto gjysmë me zime, gjabë, limon, që kjo është qaja e zeza sepjes. Ka mu ble edhe në paketime të vogla, por ato nuk gjinen. Ato duhet ose me shku në Gjenë Malzi, ose në Shqipni, edhe në Shqipni agjon. Në Itali ka me ballak, magdanoz, vend barë, vaj u liri, kë, biber. Qëto, po startojmë. Vaj, 2 lugë, kepën, pa kepë, s'ma da heq mu, se jam e dona me qitë pak kepë të quke, të kuqe. 1 lugë të plot. Hudra, pa hudrë, se dën heq. Le të zbutën pak. Është një koncentrat, sa i përket për fruta detit. Dhe është i mirë. Aja zavendësën edhe venën e barë dhe zavendësën edhe limonin. Më thonë, kur e ki ato s'ki nevoj këto dyat, po kur se ki ato, do të mja qitë këto dyat, gjithsesi. E zeza sepjes, është si kalamar, e kini po. Kjo ma tepër përgatitet kjo risotto, përgatitet me sepje. Mirë po, kur nuk e kem sepje, më bënë edhe me fruta detit, bënë edhe me karkaleca, vetëm t'jen, qka s'ka në deti. Në bardh. Gjalpën mos të harrojmë. Në ndërkohë po përgatitëm pak magdanoz. Derisa të shkrihet gjalpa. Është edhe një këshill. Këtë për përmeni edhe këshilla të kupon. Kur janë karkalecat apo frutat e detit ngrime, mos gaboni mi qitë ujë, tu mendu se mos për jetë e thatë, sepse kjo tu nëze, tu gadit, kjo lëshën ujë, që kështë, se këtu i në konë de facto ngrime, që lëshën ujë, dhe përdojnë lëshën ujët e mjaftushëm. Tamon, sa i nevojitet, risotës me absorbu, sa i nevojitet risotës me thith ujtë. Unë e kam për merak sepse langun që e lëshojnë frutat e detit, është ai lang i cili jap shprehje e aromës të karkalecit apo të kalamarit, apo vjen shprehje shumë ma shumë se sa me qenë, se mas mendimit tem, se sa me qenë e frest. E fresta është e frest, fakt, jep atë aromë fenomenal. Mirë po kjo ngrimja jashton aromën ma tepër. Po menoj nëse është e ngrimje e frest. Se ka të ngrime që ju ka nejtë ku me ditë sa, e mas nej ishtin mu ngri. Ato është pak ma me të lhyqe me punu me to. Ndërsa është, nësa
kur nxirret e frest, edhe me njerë futet në ngrirje të shpejt, i ka të njëjtave ti. E qesëm edhe pak vend varë. Ja shë që e absorbon, e thithë rizi langun me njerë. E provojmë a ka kryp, se këto frutat e detit zakonisht janë të gjelta, mirë po, mua me ndodhë ka një që nuk kanë sa duhet. Kësh mirë është. Limoni. Nëse dojmë tash qesim edhe pak domate, si mas dëshirës. Po, saj rrallës dojtë të qesim bashkë, kur gjë është do të lëmë vetëm me qitë shije. E tash, e kemi këtë esencën, këtë zezën e sepjes, ja shtojmë pak ujë, një qoshë që shtu, edhe zezën. Edhe pak ujë qëto, që me shpërla këto mirë. Qështo. Edhe shkojmë të e përzi. Kjo veç pilan ka dal, me marë në gjyrën. Presim edhe pak. Qështë shkon, është shumë e dendën, është shumë një ngjyrë. Që detyron, domethënë, ta bësh një hulumtim, ta të zbulojsh prej vetvetes diçka, se çka munet kjo me kon. Po presim edhe pak. Blej paketimin më të ri nga Podravka që përmban 5 supa të gjelit, ndërsa një sup ekstra ju vjen falas. Nga zemra zemrës, Podravka. E tash i qesim edhe pak gjalbë me fitu densin. Qa qështu. Ju mos e provoni se është e nxehtë. Kjo veç u bo. Ja nalëm. Këto do të me pas kujdet ka të qesën, se mas me bo me na pik dikon. S'muna pash me fshi qashtu. Që kjo është ajo. Dikush banë, Dikur përnë, po është të shishme. Në bof mirë.